Do të ndërtohen edhe 4 implante biologjike për trajtimin e ujrave të zezë. Do të ndërtohet një fabrikë e re për ujë të pijshëm, një shkollë e re në fshatin Dalc dhe një shkollë e re në fshatin Zllakoçan. Falenderoj shumë, përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës Klinës, për zotin Bashota. Sigurisht që investimet kapitale të aprovuara me buxhetin e vitit 2026 bartin në vete shuma të konsiderueshme, por që gjithmonë ne do të punojmë dhe do të angazhojmë që sigurojmë edhe buxhet shtesë, i cili buxhet do të nga donacionet, po edhe nga performanca që jemi 1/5 komuna apo 6, sepse rezultatet ende nuk u shpall dhe ne mendojmë që do të marrim edhe një shumë të caktuar të mjete financiare për të mbështetur projektet që kemi të parapamura me këtë projekt buxhet. Këtu pra do të finalizohet tranziti i qytetit, i cili është kontratë e firmosur që po planifikohet të përfundon në fund të vitit të ardhshëm. Këtu ne bashkëfinancojmë, por sipas zotimeve të Ministrisë së Infrastrukturës, pjesa dërmuese ata janë gatshëm që të shtojnë buxhetin në këtë rrugë. Do të bëhet hartimi i projektit teknik për ndërtimin e implantit për trajtimin e ujrave të zeza, pra vetëm projekti, dhe do të fillon ndërtimi i këtij implanti gjatë mandatit të ardhshëm. Do të ndërtohen edhe 4 implante biologjike për trajtimin e ujrave të zezë në të gjitha ato lokacione të cilat për arsye të morfologjisë së terrenit nuk munden me gravitacion, do të thotë me u bashku linjës kryesore të trajtimit të ujrave të zeza. Do të ndërtohet një fabrikë e re për ujë të pijshëm me një kapacitet rreth 200 litra në sekond. Do të hartohet edhe studimi i fizibilitetit për ngrohje qendrore të qytetit. Do të ndërtohen 20 parqe në tërë territorin e komunës, në fshatrat e komunës së Klinës. Do të ndërtohet një qerdhe e re në fshatin Dalc, një shkollë e re në fshatin Dalc dhe një shkollë e re në fshatin Zllakoçan.